aktivitetit. Sot do të flasim për një aktivitet I cili do të mbahet me datë 20 dhe 21 dhjetor. Është për herë të parë një festival I kafes. Është vetë titulli interesant, por më interesant le të themi për gjithë ngjarjen se çfarë do të përmbajë në ky festival. Unë kam kënaqësi që në studio të kemi atë I cili është edhe organizatori, njëherët kryetari I shoqatës Globus Art Ramiz Hajdari. Përshëndetje, mirë se na vjen në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën Dafina. Festivali I kafes, ne Ramiz kemi parë me atë kafen edhe me mënyrën tradicionale të shërbimit të kafes në shumë aktivitete, por vjen një festival. Si të lindi si ide që të vi një festival I tillë për herë të parë në Ulqin? Atëherë vetë aja, si shtatë dhe jo, gjatë disa manifestimeve që unë kam pasur edhe kafen, pra kafen e Gurit në Rar, pra është diçka unike, jo vetë në qytetin tonë, po në rajon ndoshta, atëherë lindi ideja pasi që kishte shumë interesim të aprovojnë, domethënë njerëzit që vishin aktivitet, sepse ndoshta kafe në Rar e kanë provu shumë pak, por në Gur, domethënë besoj që në Ulqin ndoshta dikush dikov, sepse kafe në Gur ka vetëm në bashkëshorësinë Sarajevo, dhe atë është vetëm kafe në Gur, ose diku tjetër vetëm kafe në Rar, mirë po atë që unë kam menu me ba, dëmonë kam prej vetës, dëmonë kam ba disa proba që përveç kafes, dëmonë që aja, dëmonë piqen në zjarë të hapun, dëmonë hidhet në gur, mirë po në prej gurit, dëmonë aja zihet në ranë, që ishtë diçka ma nëryshe, që nuk e kam pa kërkon, por më ka lind ide, dëmonë kur interesosh për diçka ke bo, diçka me ba, diçka ma nëryshe, bjen diçka nërmena, dhe kështu që njerëz do duket shumë interesante dhe ashtu lindi ideja pasi që interesimi ishte shumë I madh, domethënë kam pas njerëz që kanë parë nëpër televizionet ndryshme sepse kam pasur disa interviste me televizionet Kosovës dhe televizionet tjera, edhe më kanë thënë njerëz edhe prej Kosovës, prej Maqedonisë, prej Serbisë, prej Bosnjës, që ku mund me provu atë kafe edhe kështu, domethënë ka lindi ideja që ta provoj pak me gamë ndryshe, pak më zgjeruar, pak më diçka pak më të madhe, mirë po, ndoshta ishte pak herë, sepse unë nuk jam profesionist alar në atë punë, mirë po, kjo është një provë si hera e parë dhe besoj që ka me pas sukses, por vitin tjetër ka menu diçka shumë më ndryshe me organizu, kështu që kësaj herë pa bëm një provë për herë të parë. Si funksionon edhe si arrit le të themi të kombinojes bashku, Gurin, Rërën, gjitha, si funksionon? Çfarë duhet bëhet që të arrihet rezultati një kafe në Gur? Kafeja në Gur është ajo që, si që thash, domethënë, në zjarë të hapun, piqet me dollap, unë me dollap kam kanë shumë I vogël, në kujtor shumë pak, e kam bërë provë për herë të parë në Gjirokastër, sepse tash ka në Sarajevo dhe në Gjirokastër ka vetëm një shoqja jeme, domethënë, aty më ka lind edhe hera e parë si ide që t'interesohum, domethënë me pas sallonat Gur, domethënë unë kam tash 3 Gur, kam 2 aparate që piqen në Ran, është aja që unë kam bërë shumë prova, dhe më thonë se si mundet me dalë një kafe sa ma mirë, edhe I kam bërë gjitha, dhe në kafe mundet më pjeka dhe prej Gurit ku shtypet më pjeka në prosh, ishtë diçka prepe vjetër, edhe kjo ideja Gurit është ajo ma etno ma vjetra që vjen prej herës parë që kafja është prej regionit Kofit Etiopis, dhe më prej ardhin kafja ka prej Etiopijet, regioni kafejat, prej aty dhe ka marrë vetë emrin kafe, edhe kafja kur piqet dhe dëmonë direkt në dollap edhe hidhen në Gur ishtë shumë ma mirë, por duhet më shtyp shumë shpejt. Unë fillim e kam shtyp me shkop vogël, mirë po aty duhet rreth një orë, dhe më thonë me nëjtë shtyp 100-120-30 gram, mirë po tash kam një mjet tjetër që shtypi për 10-15 minuta, edhe kafja sa ma dzet që shtypet ma kalaj, sepse ishte normalisht që e forcohet kur edhe del shumë ma mirë. Sa kafe mund të nxjerrim në pak minuta? Është një proces I shpejt? Është një proces ishtë kur piqet në zjarë të hapur në dollap, është nështë 10-15 minuta, edhe një 10-15 minuta duhet domethënë me shtyp në Gur, edhe pastaj duhet me servu, domethënë normal diku 30-35 minuta domethënë shkan. Mirë po, kja tash me këtë po thëmë si qëski që ishtë, ashtu shkop më I madh, ishtë dikur edhe 7 kg I rana dhe ishtë shkan ma shpejt. Aja që thashun me atë shkopin e vogël që I kam shtyp ma para, aja dhe ma shkan rreth 1 orë e gjysmë. Kështu që edhe kafja del ma mirë edhe shtypet ma shpejt. Kur e provuan për herë të parë që solla këtë në manifestime, cilat ishin reagimet e njerëzve? Po, hera parë ka kanë vjet kur ishtë hap pazari me 22 dhjetor, më duket, pra pa bëhet një vjet, hera parë, edhe pash që
ishin edhe turistat hupi Malezijet, Indonezijet, ishin në qenë edhe e patën për jetë parë, tha për shkum dhe në gjami më falë si me nga ba këtë kafe, nuk duk shumë interesant atyne, edhe aty masaj fillu njerëzit, unë e di që atë natë nështë kanë pi 300-400 vetë kafe, sepse ka pas shumë njerëz, dhe më hanë kërë shta pazari vjetër, edhe gjithë dhe më hanë kanë met pak të habiton, dhe më thanë kanë ba shumë foto, gjana, edhe u ka pëlqyjt, atja ka kënë hera parë që i kam bërë në 100 dhe më hanë vjetë, dhe më hanë ka një vjetë, mirë po në Tagurt i kam ka rrëth 2 vjetë, por nuk kam fillu me një herë me ba, dhe më dhere që i kam ba 3 burë, se i kam ba një ka njëse shumë shtirë, më ba një gurë, dhe më i kam ba në kryp të një skultar shumë njoftën, edhe dhe më ta shofim njerë kësa herë që është pak ma hapën, dhe më që edhe manifestimi quhet Festa Kafes, besaj që ka me kënë diçka ma interesant, ma unike. Festa Kafes vjen pikërisht tek pazari i qytetit, tek pazari i vjetër. Në atë vend ku përgjatë gjithë vitit kemi mbajtur mjaft aktivitete Ramis. Por në këtë festival të kafes, çfarë do të kemi mundësi të shohim përgjatë këtyre 2 ditëve? Po, atëherë përveç kafes, normalisht që kafeja ka më shoqëru ish ma bukur me muzikë, dhe më thonë këna pas këngëtarë zhanërve të ndryshme, kemi edhe 2 violinistë shumë të njoftëra, janë edhe violinistët më të mira në Treba Shqipolce, pra Herta Toska dhe Edlira Sulku. Gjithashtu do t'jetë edhe Gloria Gjumaqi, një këngëtare nga Korça, Blenda Abibi nga Gjirokastra, janë këngëtare cilë këllojnë edhe muzikë populore dhe muzikë klasike, edhe do t'kemi Icko Hasanagen me Eliza Markiqin, edhe Irma Libahova, cila do t'jetë pra këngëtare, është një këngëtare shumë e njoftën, edhe cila kënën kënga ma bukur që kënën është kënga Kafe Lafe, që për atë edhe kam zgjedhë Irma Libahovën që t'i përshtatet më tepër aktivitetit. Ato që duen të shijojnë një kafe, si shkojnë ato ditë? Kanë falas, duhet paguen, si është vetë lloji i manifestimit? Deri tash asnjë aktivitet nuk është pagu, dhe më alas se kam fillu për biznes, por vitin tjetër mënaj që të shtëpia jem të përgatit diçka një ambient jashtëm që mënaj që me 1 tetor në ditën botënore të kafes, edhe të filloj nështë edhe me biznes të shtëpia aty, dhe më hanë në ambientet jashtme jem të përgatit një ambient, edhe besoj që se kam shumë oferta me 4-5 agjensi dhe të është që më kanë thirë që kanë qef mi ftu turistat me pa dhe mos si përgatitet rituali i kafes. Kështu që besoj që për vitin tjetër me 1 tetor më najtë të hapi si një biznes të vogël. Ka pasur mbështetje për këtë festival? Po, për këtë festival ka pas ma tepër mbështetje, ndoshta pas këtyre aktiviteteve Chilling Fest Inter, pra kam pas edhe disa panajire, ma përpara, kështë aktiviteti 7-8 duke në pazar vjetër, mirë po unë shoh që kur kam organizuar në plazh të vogël aktivitetet panajire që janë pak më modern, domethënë që kanë bajnë me lloj ndryshme të artizanat, ka pas shumë më pak interesim, mirë po kur kam organizuar në parë, domethënë një diçka më ndryshe, Chilling Fest, domethënë ka pas shumë më interesim se sa panajire, sepse njerëzve u pëlqen diçka pak më vjetër, pak më etno. Edhe unë kam qëllyma shumë për shumë shteteve ndryshme, për artizanëve ndryshme, punëdorët, kështu që masa i kam fillu me një aktivitet tjetër Inter Etnofest që ka kënë edhe ma bukur i organizum, edhe ai për herë parë, edhe kjo ishtë për herë parë, mirë po, më duke se e kanë po, dhe më thonë, njerëzit që kafen, dhe më thonë, veç ka fillu më hapë të nërqin, që është diçka interesant edhe mbështetja ka kënë ma madhe kësa herë, edhe Komuna Ulqinit, edhe organizatët turistike, Ulqinit, Komunalja, Cungu Kompani Kalaba, Kasmi, pra këta disa biznesmena, pra e kanë mbështet, dhe më thonë, kësa herë pak ma tepër. Është dashuria për të vjetrën, për traditën, apo çfarë të mban Ramis ty për të organizuar aktivitete dhe manifestimet të tilla? Disi unë merrem ka 20... Sa vite u bën? Ka 25-6 vite që jam marrë me Glenje Drunit, kam punimet mija mirë, po në kohët fundit nuk i kam punu aqe, sepse ma tepër jam të marrë me stenda, nuk kam kohët gjithë me i punu. Ka 25-6 vite që 27-8 nështë që kam njësë me Glenje Drunit, mëse i kam bërë ata format që i bajtë marrë një, kam punu në dorë i Drunit, atër kam bërë kalet me silikona. Atëherë, dhe më në fillim, si që dini edhe jo, që jam marrë me panajirën të dash vogël edhe jashtë në për shtetet ndryshme. Mirë po, shoh që këta, si shtash,
unë kam qef mi ba të aktivitetet dhe i bajnë dhe më thonë se e kam dëshirë mi ba dhe kam qef mi ba ashtu si do të mi ba. Masë ku dalë minus sa plus në zërë nuk ka rëndësi, unë kur nisëm du me ba dhe nuk pës kërkën, marrë një leje nëse ma japin edhe nisëm edhe dalë ku dalë. Si po vazhdon bashkëpunimi edhe me vendet e rajonit? Po si mjetë kam pas 2 organizime që i kam organizu në Gjirokastër, pra Ulqinin Gjirokastër me 22 qershor, edhe tjetër i ka kënë në fund të shtatorit, pra Kurtart, si mjetë e shty pak për kokë, diko ka kanë me 10 tetor. Këta 2, kam pas të 2 organizime në Gjirokastër, cilat kanë qenë edhe grupet nga Ulqini Kori i Ulqinit, pra shkollës mesme, edhe trujet tona në qershor. Kanë 2 aktivitete shumë bukra, edhe se harrova se kësa herë kanë me marrë pjesë edhe grupi i shkollës Vllazërim Bashkim, që i falenderoj shumë sepse ishte një kohë shumë i bukur, shumë mirë, interpretojnë shumë bukur, i shpëlqy edhe në Gjirokastër shumë. Kështu që me këtë besaj që si mjetë është aktiviteti i fundit për këtë vit dhe ka pas lezetin me kafe pak me festuna është ma bukur. Të dyja neto do të fillojnë nga ora 19, apo 7-5 dite jemi? 6. Në ora 6. Aktiviteti, sepse do të ketë edhe, se harrova me thana edhe panajirë, që do të ketë edhe pjesëmarrës edhe nga qytetet ndryshme Shqipnis, edhe do të jenë edhe artizanet e lumës që janë më të njohur në treba shqiptare, edhe do të kemi edhe artizan të cilët kanë pak më punim etno, gjithashtu do të marrin pjesë edhe artizanët e Ulqinit. Pra është një aktivitet që unë kam mundu pak me bërë si mix, dhe më thonë që mu plëcu sa ma tepër. Mirë po mas këtyne 2 netve, dhe më thonë me 20 edhe 21, që kena edhe, si më thonë, festën, pjesën ma të bukur. Aktiviteti, dhe më thonë, panajiri ka me kënë dhere me 31, dhe më thonë, është një si pjesë që shkën dhere për vitëri. Edhe aty mund të gjithë të vizitojnë edhe në ditët në vazhdim? Po, ditët në vazhdim, një po, nështë kanë e më pasa në një aktivitet me muzikë, diçka ma të vogël, nëse në një këngëtar për Ulqinit, diçka, një po, aktiviteti ka më kanë 20-21, dhe më ka më kanë festa, dhe më pjesa qendrore, me muzikë, me kafe, me gjitha këta, kurse prej datës 22 deri me 31, dhe më thonë deri me 31 në ora 6-7 mërë, ka më kanë si loj panajire që ka me pasë, dhe më thonë artizanatet në nëshme. Ndihmojnë këto panajire për promovimin, por edhe për në aspektin financiar të artizanëve vendas? Po, ndihmojnë, unë e di si mjetë që i kena pasë, dhe më unë kam hapë këtu, jo vështë panajire, por mirë është që vidin tjetër besaj që ka me kanë pazari ma nivel, dhe më ka me pasë ma ashtu. Mirë po, ndihmojnë normalisht, ndihmojnë sa dhe pak se ata, dhe nëse nuk shesin edhe kur dalin jashtë ose në Ulqin, dhe më dikush i shet, dikush nështë interesohet që mas ati panajër merr një kontakt edhe nështë ka në një lidhje, diku i shet me shumicë në për dyqane, dhe më panajëret janë të mira sa më tepër që njëri u delë panajëre mësën diqa ma tepër, ose dhe më promovon sa më tepër që të promovosh jo vetëm në Ulqin, por në vendet tjetër është ma mirë që të është në biznes, dhe më thonë, me shtetet e rajonit. I njeh të gjithë ndër to vite, apo shet që ka të rinj të interesuar që të merren me punime artizanale në Ulqin? Po, një gjahë kanë nisë, punime të rritë kanë nisë, por janë punime që janë të modernizume. Dhe më thonë, shumica ata për mu nuk janë artizanate, dhe pse hynë në artizanate, por artizanate është diçka tjetër, suvenir është diçka tjetër. Pazari i suvenirës që qunë rezervë, nuk e di ta qunë pazari i suvenirës, e për mu nuk është pazari i suvenirës, nuk e kam qunë asë njëra, është pazari i artizanve. Unë nuk kam suvenirë, nuk kam 10% suvenirë atë me shqitë, dhe më thonë për mëndimin tem, a i do të më qunë pazari i vjetër i artizanve. Nëryshe është dhe mënë suveniri, nëryshe është artizanati. Suvenir mod me kanë diçka që punohet, dhe mënë merë një zingjirë dhe me ven ata rruza, dhe mënë ose një gotë që vjen për kinet është shtypun, është tjetër, dhe mënë njëzit i nga trojnë shumë gjana suvenire me artizanate. Dhe mënë pazari i vjetër dhe mënë i artizanve duhet me kanë sa ma tepër me punime dore që i punohen, dhe mënë që i punojnë artizan tonë, ose nëse nuk i punojnë, le t'i punojnë artizan të Shqipnisë dhe t'jenë këto s'ka lidhje, edhe në Gjirokastër, edhe në Krujë, edhe në Sarajevo, edhe në Mostar, edhe në Zlatibor, dhe ka shumë punime që nuk punohen atë, mirë por shumica janë që i punojnë për artizanëve që i punojnë me dorë dhe në rajon. Shto që, si thatë jo, ka që i punojnë, ka që i punojnë bijuteri, ka që i punojnë
po shumica janë domethënë të modernizuar, domethënë ata që janë të modernizuar, domethënë kanë hupat efektin e mëparë, domethënë artizanat janë nëse ti punon një qilim ose një çantë me dorë, diçka që i bën një qenësi, domethënë ai është tamam artizanat, domethënë vetë fjala ka thënë artizanat. Ato që na ndjekin, pse duhet të jenë me datë 20 dhe 21 në festivalin e kafes? Po, ata që se kanë pravu kafen, e të vinë të pravojnë, të shikojnë se si është kafja, diçka më ndryshe, plus muzika, jam mundu që tjetë sa ma bukur, si shtash kemi edhe muzikë popullore, edhe muzikë klasike, besoj, shpresoj që kësaj herë njerëzit është aktiviteti ndoshta i parë që i bëhet para vitit të ri, sepse na kemi edhe komuna Ulqin dhe organizata turistike, organizat si çdo vit për herë të katërt, pra si mjetë sfit decembar, pra kja është diçka që i paraprin pak se ashtu na marrë vesh me organizat turistike dhe me komunë që mas tjenë të dy aktivitetet bashkë, po është ma mirë që unë të filloj edhe domethënë ata të vazhdojnë me aktivitetet tjera. Faleminderit Ramiz, edhe shumë suksese, uroj që t'jetë një festival i bukur, ashtu si le themi gjitha aktivitetet që organizon, të provojmë kafen. Ne gjithë e duajmë edhe, le themi, e kemi në traditën tonë kafen, kështu që le t'jemi aty. Po, se kafja turke, unë kam dëgjuar shumë emisione, se unë vetëm kafe turke e pi, edhe është shumë ma mirë, shumë ma pasër se sa gjitha llojet tjere ka mirë, po tash shumica nuk e kanë qef diçka ma ndryshe, me ndru espresso macchiato, kush e din vetin, po kafe ma mirë dhe ma pasër ishtë aja kafe që ishtë dëmanë bëhet me ujë edhe me sheqer, jo me gjana tjera që pastrohet ose bëhet ma ndryshe. Ja ku e kemi, me datë 20 dhe 21, faleminderit Ramiz Hajdari që ishte me ne. Faleminderit shumë ajo për ftesën.